edhe mua të më thuash që Lacivita do bëj vetëm ai punë? Jo. Ai thjesht po bën PR-in, po janë individ të tjerë të cilët do bëjnë punën e dur. Çfarë do bëjnë? Do japin bar jurikim. Do të japin bar me gol legal. Do të japin bar njerëzve të tjerë të cilët kishin marrë në patronazh një iniciativë e cila u duk qartësi që ishte ndërhyrje të brendshme të një partie politike, nuk flas të shtetit tonë, se ne i kemi shit të gjitha, le ata të cilët thonë, ne, Shqipëria Europiane, ti Shqipërinë e ke shitur, qa t'i japësh më Europës, ti shqiptarët i thu, merr pasaportën dhe zhduk nga Shqipëria, vetëm këte po i thua tani, se e ke shpopulluar gjithë këto vite. Që do të thotë, Lacivita është një person i cili është drejtues i kësajt, do jenë njerëz të tjerë me integritet, me peshë të madhe, edhe do të çojnë mesazhe atje ku duhet dhe ashtu si duhet në momentin e duhur dhe përgjigja do të vi në një moment afatgjat. Shi kozjatin e kësaj kontrate 24 muaj. Gjithashtu, më lejo të theksoj tek opinioni publik që na ndjek, e di që janë disa të cilët akoma e gëzojnë atë të drejtën e tyre që janë militant, që ata shohin pra Partisë Socialiste që kanë prodhuar nga politikan burgaxhi dhe janë krenar për këtë, gjithashtu dhe ata nga Partia Demokratike që mendojnë që do vinë në pushtet, duke dhënë përgjigje tek pyetja jote, do vinë në pushtet me këtë mekanizëm, unë mbaj rezervat e mia, por ama në fund të fare, unë them diçka që duhet të thënë ashtu siç duhet. Në rast se nuk besoni Lacivitën, futuni në website-in ose në faqen zyrtare të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty do të shikoni Lacivitën që shfaqet në një festim të ditëlindjes së zonjës së parë amerikane e Trumpit, që do të thotë urdhëro prezenca e tij aty. Se në rast se ai nuk vlen, do thotë që mund të ishim edhe ne atje, po ne jemi, po është ai. Dhe këtë e ke te website-i i faqes në Facebook të ambasadës amerikane. Gjithashtu, për ata që mendojnë që Berisha vjen në këtë formë në pushtet, unë kam rezervat e mia. Berisha mund të vinë në pushtet, po pak me punë akoma më shumë, do të presim zgjedhjet, do të presim se si do të votojë sovrani. Por unë jam i bindur për veten time që unë pres rotacionin dhe unë do investoj në çdo formë dhe mënyrë që të bindi njerëzit për rotacionin politik, se nuk mund të pres më Partia Socialiste nga politikanë të më prodhoj burgaxhi e tjera akoma me radhë dhe të paragjykoj Berishën, sepse Berisha ka qeverisur 10 vite vendin dhe Partia Socialiste ka nga 1944 deri më sot 2025 dhe ka qeverisur vendin pothuajse në 100 vjet. Edhe unë të paragjykoj Sali Berishën për një kontratë. Edhe unë të bëj luftë Sali Berishën për një procedim penal që është politik. Pra do të thotë, unë bëj vetëm një ftesë publike njerëzve që duan Shqipërinë, duan të vërtetën dhe duan të drejtën. Zonja dhe zotri, ju lutem, nuk e di a votoni majtas apo djathtas. Nuk ka rëndësi a bën kontrata Sali Berisha për të ardhur në pushtet, a është Lacivita ai i cili do të bëjë që Berisha të vinë në pushtet. Unë kërkoj nga ju me mendjen dhe me zemrën të shkoni dhe të drejtoheni kutive të votimit masivisht për të bërë ndryshimin dhe për të ardhur në të ardhmen ajo që quhet ndryshimi, sepse pushteti nuk vjen me kontratë, sepse ti si qytetar je sot dhe sfilitesh për një certifikat pronësie dhe Partia Socialiste 12 vite është tallur me ty. Je ti pensionist i cili je ende duke pritur për pensionin e drejtë dhe Partia Socialiste është tallur me ty. Je ende ti administratës publike që merr ilaçe depresive, ilaçe
tensioni, ilaçe stresi që të krijojnë ata të cilët janë kriminela dhe futen në institucione shtetërore, edhe të bëjnë presion ti që të je futur me nder dhe me dinjitet në administratën publike, ti duhet shkosh dhe të gjithë ne të shkojmë në kutitë e votimit dhe votojmë që pjesëmarrja të jesh mbi 50%, që e mos ketë mundësi as Edi Rama dhe Sali Berisha të vinë të vetëm në pushtet. Kështu bëhet ndryshimi i pushtetit dhe jo lacivita. Çfarë kërkon Berisha të arrijë përmes kësaj kontrate? A ka një objektiv konkret apo është vetëm heqja e non-gratës? Berisha ka luftuar për Partinë Demokratike, Berisha po lufton për veten e tij, Berisha po lufton për Shqipërinë dhe shqiptarët, Berisha po lufton për dinjitetin. Fjala dinjitet nuk ekziston në radhët dhe rrafshët e Partisë Socialiste, sepse dinjiteti për socialistët konvertohet me servilizëm dhe me korrupsion dhe me krim. Nuk është se ja them me qëllim edhe me keqdashje, po është e provuar botërisht nga dita ku kanë ardhur në pushtet edhe deri më sot që kemi fakte konkrete. Sajmir Tahiri në burg, Vangjush Dako në burg, Alqi Bllako në burg, Lefter Koka në burg, Erion Veliaj në burg, Arben Ahmetaj në burg po i arratisur, se kuptoj me vonesat e, Ilir Meta në burg. Të gjithë këta janë socialista, specialista, që do të thotë Sali Berisha nuk ka prodhuar burgaxhi kaq shumë sa ka prodhuar Partia Socialiste në 12 vite pushtet dhe bashkëqeverisi me Partinë Lëvizje Speciale për Interes që në 2009 në thoshte Edi Rama dhe bëri koalicion në 2013. Pra do të thotë që Berisha sakrifikon për atë që quhet dinjitet. Dinjiteti është gjë më e shtrenjtë se sa të shpall non grata një ambasador që habar. Që do të thotë, për Berishën kontrata është dinjitet. Se nuk mund të shti të shpallësh non grata një person, shiko fakt tjetër, që Lul Basha nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale minusi më i madh i demokracisë. Nuk ishte syt Blinken, jo syt s'kishte, mendje s'kishte dhe thoshte Saliu 100 vjet pa qenë në pushtet, ai që e ka minusi i demokracisë. Lulzim Basha dik mandatet e deputetit. Tani a merrte ai urdhër nga Sali Berisha, nuk e di. Por në rast se vërtetohet që ai nuk ishte kryetar, po urdhëron të Saliu Lulin, do thot ai na shiste pradhane, sepse edhe sot që kandidohet për deputet, mund ta marrë përhundësh Yuri Kim edhe të na drejtoj në parlament Lulin si deputetin e saj. Pra është e rrezikshme në rast se provohet edhe kjo. Që do të thot Sali Berisha u sulmua nga të gjitha krahët, duke u akuzuar në një moment që nuk drejtonte më Partinë Demokratike, e zhvarrosën nga varri politik, e sollën në skenë, kush e solli? Yuri Kim, Lulzim Basha, Edi Rama, me budalliqë që kanë bërë. Që do të thotë, Sali Berisha, që të shplaj një përgjegjësi që ja ka dërguar ky që na thot 77-42, edhe pa tani thot Ramës shokut vet me 17 maj 2017 që bëri marrëveshje, dhe në 2020 që bëri marrëveshje në tokë amerikane të garantuar nga Yuri, Luli kush topi, është e fusha jote, edhe e kuptojmë se shumë tallen këta, dhe ne duhet t'i themi që jeni tallur edhe ne kuptojmë që talleni. Prandaj themi Yuri, Luli, të shiti, janë ngule, ta nguli, po është punë tjetër, është çështje personale, zgjidheni vet. Prandaj them, rasti që të shpallit Berisha non grata, sepse që ka minuesi demokracisë, dhe ky tjetri që nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, ky tjetri ka djegur mandate që ku t'ia thuash në një tjetër, në njeriu që dogj mandate për të rrëzuar Edi Ramën, më shpall ti mua këtë minus të demokracisë. Prandaj unë po them, e vërteta është kjo. Berisha lufton për dinjitet dhe unë
luftoj për dinjitet. Të gjithë duhet të luftojnë për dinjitet, por dinjitetin nuk mund të na captoj partia në pushtet.